بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد të gjitha lavdrimet dhe falënderimet takojnë Allahut. Atë e falenderojmë, ndihmë falje, vetëm prej tij kërkojmë dhe nga ai kthehemi me pendim. Tek Allahu kërkojmë shtrëhim nga sheri i vetëvetëve tona dhe punët tona të liga. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta humbas prej saj, dhe atë që ai e humbi nuk ka kush ta udhëzoj përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë dhe me merit përpos Allahut të vetëm dhe të paortak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh dhe begatia Allahut qoftë mbi të, i gratë e tij, familjarët e tij, shokët e tij, fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë me mirësi edhe devotshmëri rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Do të vazhdojmë me mësimin ton të javës nga ky libër i begat me titull Jawami' al-Ad'iyah an-Nabawiyya, përmbledhje e duave profetike të shehut edhe të profesorit nderuar Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badr, Allahu e ruajt atë. Thot autori, Allahu e ruajt, sharhu hadith Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni. Shpjegimi i hadithit: o Allah, më udhëzo, më furnizo, më jep mirëqenie dhe më mëshiro. Thot autori, Allahu e ruajt, rawa Muslimun fi sahihihi عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافيني وارحمني. وفي رواية عند مسلم: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أحمد. وزاد وهو يقول: هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. Thot autori, Allah ruajt, transmeton Muslimi në sahihun e tij, për në librin e tij të saktë, nga Abu Malik al-Ashja'i, nga baba i tij, Allahu që të kënaqë me të, i cili tha: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja mësonte atij që sapo kishte pranuar Islamin të thoshte: o Allah, më udhëzo, më furnizo, më jep shëndet, pra mirëqenie dhe më mëshiro. Në një transmetim tjetër tek Imam Muslimi thuhet: kur një njeri pranonte Islamin, profeti sallallahu alaihi wasallam ja mësonte namazin, pastaj e urdhronte të lutej me këto fjalë: o Allah, më fal, më mëshiro, më udhëzo, më jep shëndet dhe më furnizo. E transmeton edhe Imam Ahmedi të njëjtin hadith në musnedin e tij me shtesën këto, pra thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto dua përmbledhin për ty të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Thotë Sheikh Abdul Razak, Allah ruajt, kjo është një lutje madhështore dhe gjithëpërfshirëse.
është e pëlqyeshme të mësohet kujtdo që sapo ka hyrë në Islam, pra të rijut në Islam. Ajo përmban 4 kërkesa të mëdha, me rëndësi të jashtëzakonshme, të cilat i përmbledhin bashkë robit të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Prandaj robi duhet ta shtojë sa më shumë këtë lutje, pasi Allahu ka begatuar me hyrje në këtë fe madhështore. Nuk thuhet, si thot dikush prej fuqahave, ai tashmë është udhëzuar dhe ka hyrë në fe. Atëherë si mund të thotë o Allah më udhëzo? Përgjigje sikur dhe thotë, sepse udhëzimi ashtu si përfshin hyrjen në fe, përfshin gjithashtu edhe udhëzimin për të mësuar hollësit, pra detajet e saj, për të zbatuar urdhrat dhe veprat e saj, për të qëndruar i pa lëkundur në të, për të vazhduar në të dhe për të mos u larguar apo shpërqendruar prej saj. Madje kërkimi i udhëzimit është kërkesa më e madhe. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam e vendosi atë në krye të këtyre lutjeve. Dhe e përmblodhi këtë në surën Al-Fatiha, e cila i ka përfshirë të gjitha të mirat me fjalën e Allahut të lartësuar, ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Nuk ka ndonjë lutje tjetër që Allahu Tebaraka wa Taala ua ka bërë detyrim robërve të tij ta kërkojnë prej tij 17 herë gjatë ditës dhe natës në namazet farz, përveç kësaj lutjeje në rekatet e namazit të detyruar. Ai që hyn në këtë fe madhështore, Allahu i ka dhënë mirësi duke udhëzuar në të. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lavdet i takojnë të gjitha Allahut që na udhëzoi në këtë fe. Dhe nuk do të ishim udhëzuar nëse nuk do të na udhëzonte Allahu. Mirpo, ai pra robi ka nevojë të madhe, sa po hyri në Islam, të mësoj hollësitë e kësaj feje. Ka nevojë të madhe që Allahu ta ndihmojë që të veprojë sipas asaj që mëson prej saj. Ka nevojë të madhe për qëndrueshmëri dhe vazhdimsi në këtë fe të begat, derisa Allahu ta marrë pranë tij, si dhe ka nevojë të madhe të ruhet nga pengesat, shpërqendrimet dhe gjërat që largojnë nga feja. Prandaj fjala e tij sallallahu alaihi wasallam këtë lutje, Allahumma hdini, o Allah më udhëzo, i përfshin të gjitha këto. Qëllimi me udhëzimin është udhëzimi në rrugën e drejtë, të udhëzohet në njohjen e saj, në zbatimin e saj dhe në qëndrueshmërinë e vazhdimin në të. Të gjitha këto hyn dhe bëjnë pjesë në kërkimin e udhëzimit prej Allahut Tebaraka wa Taala. Fjala e tij warzuqni dhe më furnizo përfshin kërkimin e furnizimit nga Allahu. Do më thënë të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër gjithashtu. Nuk kufizohet vetëm në këtë botë, pra kërkimi i furnizimit prej Allahut, por përfshin kërkimin e çdo të mire, begatie dhe bereqeti në këtë botë, si dhe pozitën e nderuar në ahiret, fitimin e kënaqësisë së Allahut, xhenetit dhe shpërblimit të tij të madh subhanahu wa taala. Fjala e tij wa afini dhe më jep shëndet do të thotë më ruaj nga çdo sprovë në këtë botë dhe në botën tjetër. Njeriut nuk i është dhënë pas bindjes së palëkundur yakinit ndonjë dhunti më e mirë dhe më e madhe se shëndeti dhe mirëqenia, siç e përmendur në hadithin e Abbasit, xhajës së pejgamberit alayhis salam. Kujt i jepet shëndeti në dynja dhe në ahiret, ai ka fituar dhe ka arritur suksesin e madh. Fjala e tij warhamni dhe më mëshiro, do të thotë më mbulo me mëshirën tënde dhe më bëj prej atyre që fitojnë mëshirën me të cilën Allahu i ka veçuar robërit e tij të devotshëm dhe të dashurit dhe miqtë e tij besimtar. Ku thotë në ajetin fisnik,
wa kana bil mu'minina rahima, dhe ai është mëshirues ndaj besimtarëve. Prandaj ai pra robi i lutet Allahut të plotfuqishëm e të lartësuar që ta mëshirojë me një mëshirë me të cilën ai do të arrijë lumturinë dhe shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Në transmetimin tjetër të hadithit tek Muslimi është shtuar edhe kërkimi i faljes, që është kërkesa e 5 në këtë lutje. Pra, Allahumma ighfirli, o Allah më fal mua. Do më thënë, më fal gjunat ose mangësitë e mia në bindjen ndaj teje, sepse sado që të përpiqet që të jetë i plot robi në adhurimin dhe bindjen e Allahut, gjithmonë ai do të ketë mangësi dhe boshllëqe. Kush e bën këtë lutje, ai ka mbushur duart e tij me mirësi. Nga sahabiu fisik Ibn Abi Aufa, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë: një burr erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam, pra një beduin, dhe tha: o i dërguari i Allahut, unë nuk jam në gjendje të mësoj, pra të memorizoj asgjë nga Kurani. Prandaj më mëso diçka që të më mjaftoj. Ai sallallahu alaihi wasallam i tha: thuaj subhanallah, pra i pastër nga të mëdha të Allahut, elhamdulillah, i gjithë falënderimi i takon vetëm Allahut, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përveç Allahut, Allahu akbar, pra Allahu është më i madhi, dhe la hawla wala quwata illa billah, nuk ka ndryshim gjendje as fuqi e as forcë veçse me Allahun. Burri tha: o i dërguari i Allahut, këto janë për Allahun azza wa jall, po çfarë është për mua? Ai alayhi salatu wasalam tha: thuaj, o Allah më fal, më mëshiro, më jep shëndet, më udhëzo dhe më furnizo. Pastaj burri u largua duke i mbajtur duart e tij të mbledhura. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: sa i përket këtij, ai ka mbushur duart me mirësi. Pra këtë transmetime e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Kjo, thotë Sheikh Abdulrazaku, për shkak sepse me këtë përmbledhje ai mori të gjitha llojet e mirësive. Përfundimisht, vëllezër, këto janë lutje madhështore dhe përmbledhëse, të cilat i përfshin të gjitha të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Çdo musliman ka nevojë për to. Ai që sapo ka hyrë në Islam është e udhës, e ka të nevojshme që t'i mësohen këto lutje dhe të kujdeset t'i bëjë ato vazhdimisht, që t'i bëjnë atij bashkë të mirat e të dyja botëve. Një shembull tjetër i kujdesit për t'ia mësuar atij që sapo ka pranuar Islamin një lutje të cilën ta praktikojë vazhdimisht, që të jetë shkak për qëndrueshmërinë, pra për përqendrimin dhe për parimin e tij në të mirë, është ajo që transmeton Imam at-Tirmidhi nga Imran ibn Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, me i cili ka thënë: profeti sallallahu alaihi wasallam i tha babait të tij, pra babait të Imranit: o Husain, sa zotra adhuron ti sot? Pra ishte i dhujtar aso kohë. Ai tha: 7, 6 në tokë dhe 1 në qiell. Ai sallallahu alaihi wasallam i tha: cilit prej tyre i drejtohesh për atë që shpreson dhe për atë që i friksohesh? Ai tha: atij që është në qiell. Pastaj profeti alayhi salatu wasalam i tha: dije se nëse ti e pranon Islamin, do të mësoj 2 fjalë që do të bëjnë ty dobi. Kur Husaini radhiyallahu anhu pranoi Islamin, tha: o i dërguari i Allahut, më mëso ato 2 fjalë që më premtove. Atëherë profeti alayhis salam tha: thuaj, o Allah, më frymëzo udhëzimin dhe pjekurinë time dhe më mbro nga e keqja e vetes time, që në arabisht është: Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Pra, o Allah, më frymëzo udhëzimin dhe pjekurinë time dhe më mbro nga sherri, pra, i vetes time. Kjo është një lutje madhështore që përmbledh të gjitha të mirat. Atë që Allahu i lartësuar e frymëzon me pjekurinë dhe udhëzimin e tij, duke e bërë të qëndrueshëm në rrugën e së vërtetës dhe duke udhëzuar drejt hakut,
dhe e ruan nga e keqja e vetes së tij, duke e mbrojtur, ruajtur dhe shpëtuar prej saj, pasi ajo është burimi i prishjes, ai ka fituar të gjitha mirësitë. Kjo sepse devijimi i atij që devijon kthehet ose tek fakti se nuk është frymëzuar me udhëzimin e drejtë dhe nuk e ka njohur të vërtetën, ose e ka njohur të vërtetën, por vetja, pra nefsi i tij e ka mposhtur duke e braktisur atë, pra të vërtetën, dhe duke mos e pranuar. Allah na rujt. Prandaj kur Allahu te baraka ve taala e nderon robën e tij, e frymëzon me udhëzimin e drejtë dhe e ruan nga e keqja e nefsit, pra e vetes së tij, ai fiton të gjitha të mirat dhe me lejen e Allahut të lartësuar shpëton nga e keqja dhe nga devimi, pra nga humbja. Ditari nderuar Ash-Shawkani, Allahu mëshiroft, ka thënë: ky hadith është prej fjalëve përmbledhëse të profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse kërkimi që Allahu ta frymëzojë njeriu me udhëzimin e drejtë sjell shpëtim nga çdo devijim, ndërsa kërkimi i mbrojtjes nga e keqja e vetes sjell shpëtim nga shumica e gjunaheve ndaj Allahut, sepse shumica e tyre vijnë, pra burojnë nga nefsi që urdhron për të keqen. Mbaroj fjala e tij. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam drejtuar atij, pra Husajnit, nëse e pranon Islamin do të mësoj dy fjalë që do të bëjnë ky dobi. Është një mënyrë e shkëlqyer për të ngjallur, pra dëshirë dhe kureshje. Çfarë do të mësosh? Mësimi këtyre dy fjalëve u kushtozua me pranimin e Islamit. Kështu që ai e nxiti drejt Islamit duke ia zgjuar dëshirën për dy fjalë madhështore që do t'i sillnin dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është prej mjeteve dhe mënyrave të dobishme në thirrjen për tek Allahu te baraka ve taala. Ai që thirret në Islam, pra ftohet në Islam, ka nevojë të madhe për butësi. Ai që ftohet në Islam ka nevojë të madhe për butësi, përpjekje të sinqertë në këshillimin e tij, mirësjellje në nxitjen dhe afrimin e zemrës së tij, durim në këtë rrugë dhe të mos nxitohet në pritjen e rezultateve dhe të fryteve. Fjala e tij, pra sahabiut, kur Husajni pranoi Islamin, tha: o i dërguari i Allahut, më mëso ato dy fjalë që më premtove. Tregon ndikimin që pati kjo nxitje pejgamberike në zemrën e tij. Ai kishte mbetur vazhdimisht me dëshirën për t'i mësuar ato dy fjalë, që nga koha kur profeti alayhi salatu wasalam ja premtoi. Dëshmia për këtë është se ai nuk i harroi ato. Përkundrazi, sapo pranoi dhe përqafoi Islamin, e pyeti më njëherë profetin alayhi salatu wasalam për to dhe kërkoi që ai t'i mësonte. Afrimi i zemrave ka ndikim të madh tek ata që thirren, për t'i tërhequr zemrat e tyre drejt së mirës, për t'u bërë të dashur udhëzimin dhe për t'i nxitur drejt Islamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: yesiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni, mos dëboni. Transmeton Abu Daudi se profeti sallallahu alaihi wasallam u lut për shi për disa prej idhujtarëve. Kur ata i kërkuan të lutej për shi për ta, ai u lut për ta dhe kjo ishte një mirësi prej tij ndaj tyre, me të cilën ai synonte dhe shpresonte t'i afronte zemrat e tyre, ashtu siç i afronte edhe me mënyra të tjera, me dhurata që i bënte, i falte, i toleronte, nuk akmerrej kundra tyre, lutej për udhëzimin e tyre, bënte durim dhe të përmbaj. Allah lëshuar thot: wa innaka la ala khuluqin azim, vërtet ti ke një moral madhështor, dhe thot: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Po ashtu Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, transmeton nga Safwan ibn Umayya, jati ti ka vdekur si udhëtar. Umayya ka qenë armik i betuar i profetit sallam dhe Islamit.
Safwan ibn Umayya radiallahu anhu, i cili ka thënë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më dha dhurata në ditën e Hunenit, pra mbas betejës së Hunenit, ndërkohë që ai ishte njeriu që urreja më shumë, ai vazhdoi të më jepte pra dhurata dhe sadaka, derisa u bë njeriu që e doja më shumë. Pra pranoi Islamin si shkak i këtyre dhuratave të shumta, edhe pse ishte i dhujtar aso kohë. Gjithashtu Bukhariu, Allahu mëshiroft, në librin e tij El-Adab al-Mufrad, transmeton nga Mujahidi, për tabiinëve, mufesir i madh, i cili ka thënë, isha tek Abdullah ibn Amr ibn As, Allahu që të kënaqë prej të dyve, ndërsa shërbëtori i tij po rripte një dele. Ai tha, o djalosh, kur të mbarosh fillo me fqinjin ton hebre, pra jepi së pari nga delje që sa po therën, komshiu ton që fut, hebre. Një burr nga të pranishmit tha, hebreun, Allahu të përmirësoft, ai tha, e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke porositur për fqinjin, ai shumë sa u friksuam, ose u duk sikur do ta bënte atë trashëgimtar të pasurisë sonë. Po ashtu Bukhariu në librin e tij El-Adab al-Mufrad transmeton nga Esmaja e bia e Abu Bekrit, Allahu që të kënaqë me të dy, e cila ka thënë, nëna ime, e cila ishte e pa udhëzuar, ishte i dhujtare, erdhi tek unë duke qenë ende i dhujtare në kohën e profetit alayhi salatu selam. E pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam, a ta mbaj lidhjen me të, pra lidhjen familjare me të? Ai tha po. Ibn Uyeyne rahimahullah ka thënë, për këtë rast Allahu i lartësuar zbriti fjalën e tij, ku thotë i lartësuari, la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon ju të silleni me mirësi dhe me drejtësi ndaj atyre që nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë tuaj dhe nuk ju kanë dëbuar nga shtëpitë tuaja. Vërtet Allahu i do ata që janë të drejtë. Domethënë, Allahu nuk ju ndalon të silleni me mirësi, të mbani lidhjet farefisnore, të aktheni të mirën dhe të jeni të drejtë me idhujtarët prej të afërmve tuaj ose të tjerëve, përsa kohë që ata nuk ju luftojnë për shkak të fesë tuaj dhe nuk ju dëbojnë nga vendbanimet tuaja. Në këtë rast nuk ka gjuna që t'i mbani lidhjet me ta, sepse mbajtja e lidhjeve me ta në këtë gjendje nuk përmban asnjë ndalesë dhe asnjë dëm për ju. Madje ndonjëherë kjo mund të jetë shkak për udhëzimin e tyre dhe hyrjen e tyre në këtë fe të përsosur dhe të begat. Prandaj, thotë Sheikh Abdurrazaku, afrimi i zemrave, muallafat qulubihim, butësia me ata që thirrën dhe ftohen në Islam, bamirësia ndaj tyre dhe gjëra të ngjashme me to, ka ndikim të madh në zemrat e tyre për të pranuar të mirën dhe për të bindur në të. Një prej selefëve, Allahu mëshiroft, Ata al-Khurasani, për selefëve të mirë, Allahu mëshiroft, në lidhje me fjalën Allahu të lartësuar, e cila thot, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, dhe ju nuk shpenzoni veçse duke kërkuar fytyrën e Allahut, ka thënë, domethënë, kur jep për hir të Allahut, nuk do takon ty të shqetësohesh se çfarë vepron ai më pas. Ti shpenzo nga pasuria e pastër dhe kulluar që ke fituar nga djersa e ballit dhe kërko me të fytyrën e Allahut dhe kënaqësinë dhe shërbimin e tij. Dhe lërja çështjen e Allahut subhanahu wa taala. Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, ka thënë, ky është një kuptim i bukur. Përmbledhja e tij është se kur ai që jep lëmosh e jep atë duke kërkuar fytyrën e Allahut, shpërblimi i tij është tek Allahu. Nuk e dëmton atë nëse ajo i bie në dorë një njeriu të mirë apo të lig, njërit që e meriton apo jo. Ai shpërblet për qëllimin e tij, pra ai që bën bamirësi dhe jep lëmosh duke kërkuar fytyrën e Allahut subhanahu wa taala.
Këtë e mbështet pjesa e fundit e ajetit ku thot: "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun." Çfarë do të mire që ju shpenzoni, do t'ju kthehet plotësisht dhe nuk do të bëhet as pak padrejtësi. Gjithashtu hadithi i transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe në saktin e Muslimit nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një njeri tha, sonte do t'jap sadaka, pra lëmosh. Doli me lëmoshën e tij dhe vendosi në dorën e një gruaje që bënte imoralitet. Nuk e dinte, nuk e njihte që gruaja ishte imorale. Në mëngjes njerëzit filluan të flisnin, duke thënë mbrëm ju dha lëmosh një prostitute, pra një lavire. Ai tha, o Allah, ty të takon i gjithë falënderimi, edhe nëse i ranë në dorë një prostitute, sonte do t'ja përsëri lëmosh. Doli me lëmoshën e tij dhe e vendosi në dorën e një të pasur, pra i ranë dorë një të pasur i sadaka e tij. Në mëngjes njerëzit thanë, mbrëm ju dha lëmosh një të pasur. Por se robi kishte tregtin me Allahun subhanahu wa taala, ai tha, o Allah, ty të takon i gjithë falënderimi, edhe nëse i ranë në dorë një të pasuri. Tha, sonte do t'ja përsëri lëmosh. Doli pra me lëmoshën me sadakan e tij dhe e vendosi në dorën e një hajduti. Në mëngjes njerëzit tanë, mbrëm ju dha lëmosh një hajduti. Pra, duke i qortuar veprën e këtij sadakadhënësi. Pastaj ju tha atij, pra atij që bëri sadaka të treja herët, sadakaja jote është pranuar. Ndoshta prostituta do të përmbahet nga imoraliteti për shkak të saj. Ndoshta i pasuri do të marrë mësim dhe do të shpenzojë nga ajo që Allahu i ka dhënë atij. Dhe ndoshta hajduti do të përmbahet nga vjedhja për shkak të saj. Pra sadakaja sinqertë edhe me ftyrën e Allahut, ndoshta do të bëjë dobi këtyre tre njerëzve që në pamje të jashtme janë gjunaqar, e që kanë shkelur pra lalesat e Allahut subhanahu wa taala. Po kështu edhe jo besimtari, ndoshta Allahu e udhëzon atë përmes saj, përmes sadakasit të jep. Para këtij afrimi të zemrave të këtyre njerëzve, bëhet lutje dhe dua për ta, që Allahu t'i udhëzoj. Kur ju tha të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam për fisin Daus, se ata kishin kundërshtuar, ai tha, Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. O Allah, udhëzoje fisin Daus dhe silli ata te ne, pra që ta pranojnë Islamin. Kështu profeti alayhis salam u lut për udhëzimin e tyre. Imam Muslimi transmeton në Sahihun e tij nga Yazid ibn Abdurrahman, i cili tha, më ka treguar mua Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, i cili thot, e ftoja nënën time në Islam. Dëgjoj këto histori të bukur. E ftoja, thot Abu Huraira, nënën time në Islam, ndërsa ajo ishte idhujtare. Një ditë e ftova përsëri dhe dëgjova prej saj për të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam fjalë që më lënduan. Shkova tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam duke qarë dhe i thash, o i dërguari Allahut, unë e ftoj nënën time në Islam, por ajo nuk pranon. Sot e ftova përsëri dhe ajo tha për ty fjalë që nuk më pëlqyen dhe më lënduan. Lutu Allahut që ta udhëzoj nënën e Abu Hurairës. I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam tha, o Allah, udhëzoje nënën e Abu Hurairës. Dole i gëzuar nga lutja e profetit alayhi salatu wasalam. Kur arrita tek dera e shtëpisë, e gjeta derën të mbyllur. Nëna ime dëgjoi zhurmën e hapave të mi dhe tha, prit pak o Abu Huraira. Pastaj dëgjova zhurmën e ujit. Ajo u la, veshi rrobat e saj dhe nxitoi që të vendoste khimarin, shamin. Pastaj hapi derën dhe tha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abdu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i dërguar i tij. U ktheva tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam duke i qarë nga gëzimi dhe i thash, o i dërguari Allahut, përgëzohu, Allahu e pranoi lutjen tënde dhe udhëzoi nënën e Abu Hurairës. Atëra i falënderoi Allahun, e lavdëroi atë dhe tha fjalë të mira.
Pastaj I thash, o I dërguar I Allahut, lutu Allahut që unë dhe nëna ime të bëhemi të dashur për robërit e tu, besimtarë të ti, dhe që ata të jenë të dashur për ne. Lutu Allahun që unë dhe ime më të bëhemi të dashur për robë besimtarë të Allahut, dhe që ata pra besimtarët të jenë të dashur për ne. I dërguar Allahut alayhi salatu wasalam tha, o Allah, bëje këtë robin tënd, domethënë Abu Hurairën, dhe nënën e tij të dashur për robërit e tu besimtarë, dhe bëj besimtarët të dashur për ta. Abu Huraira më pas tha, nuk ka si besimtar që dëgjon për mua pa më parë, ose më sheh, veçse më do mua. Thot Sheikh Abdul Razak në përmjet kësaj historie, në këtë ngjarje ka dobi të mëdha dhe mësime të dobishme, të cilat I sjellin përfitim thirrësit në rrugën e Allahut të lartësuar, kur mediton mbi kuptimet dhe përmbajtjen e saj. Me kaq përfundoi mësimi për sot. Për Allahun ta bëj atë të dobishëm dhe të begat, dhe ta vendosi në peshorën e veprave të mira, ditën ku nuk na bën dobi as fëmia as pasuria, veç atij për ne që kthehej tek Allahu me zemër të ruajtur. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.